Tërmetet e fuqishme në Azinë Juglindore, Shërbimi Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ngre alarmin e kuq. 1.000 deri në 10.000 viktima. Mira persona dyshohet se kanë vdekur pas një tërmeti të fuqishëm me magnitud 7.7 që tronditi Azinë Juglindore të premten, duke rrëzuar ndërtesa të larta në Tajland. S'ka rënqeth se u shfaqën me trupa të rreshtuara në rënoja, ndërsa ekipet e shpëtimit kërkonin të mbijetuarit nga tërmeti, epiqendra të cilit u zbulua pranë Mandalay, qyteti dytë më i madh i Myanmarit. Megjithatë, shkalla e vdekjes dhe shkatërimit nuk ishte menjëherë qartë. Shërbimi Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës lëshoi një alarm të kuq, duke vlerësuar se vdekjet mund të variojnë nga 1.000 deri në 10.000, shkruan New York Post. Viktima të mëdha dhe dëme të mëdha janë të mundshme dhe fatkeqësia ka të ngjarë të jetë e përhapur, paralajmëroi Agjencia Federale. Shkatrimi u përhap qindra milje nga epiqendra, duke përfshirë në Tajlandën fqinje ku një rrokaqejt në ndërtim e sipër u rrëzua në kryeqytetin Bangkok. Thanë autoritetet tajlandeze. Një video dramatike që po qarkullon në mediat sociale tregoi ndërtesën 30 katëshe dhe një vinç në maj, duke u shembur në një repluhuri pranë tregut popullor Katukap të qytetit, ndërsa shikuesit uluritës iknin nga vendi ngjarjes të lemeritur.